Sot jemi në inaugurimin e fushës që do të mbajë emrin e Martinit, një sponsorizim e Federatës Shqiptare të Futbollit, jo vetëm për kujtimin e Martinit, i cili ka qenë një futbollist i ri i shkëlqyer në fillimet e veta, por edhe për të inkurajuar të gjithë fëmijët, qoftë edhe në këtë zonë, për të ardhur këtu dhe të qëndrojnë, të luajnë e ta kujtojnë atë. Jam këtu me dy prindrit, me nënën dhe me babin e Martinit, të cilët i falenderoj për mikpritjen dhe për mundësinë që na dhatë që edhe ne në këtë mënyrë modeste kemi një mënyrë për të bërë një apel shumë të rëndësishëm për të gjithë. Nuk është dhuna zgjidhje e problemeve tona. Ajo që na duhet gjithmonë më shumë është promovimi i fëmijëve për të marrë me sport. Falenderoj Federatën Shqiptare, jam shumë krenare, sepse u arrit kjo mini fushë e vogël për gjithë fëmijë që do vinë këtu dhe të përcjellin energjinë pozitive që Martini kishte, sepse ai ishte një fëmijë, ishte një enciklopedi. Kudo të ndjehet energjia e tij. Faleminderit shumë. Faleminderit presidentit Duka, faleminderit Albinës që erdhën, Pamelës, falenderoj nga zemra që nuk e harruan Martinin dhe bën këtë mini fushë për gjithë komunitetin dhe gjithë brezat e ri që do vinë dhe të jenë sa më sportdashës të futbollit. Faleminderit përsëri.